Një zar fizi në shtëpi. Ka ardhur një zar fizi në Big Brother. Për çka ka ardhur? Për çka? Zar fizi, nëse do të ishe për përjashtim, për shembull, aty kishte shumë. Fillojmë Markon, fillojmë Joelën për shembull, fillojmë Gretën. Marko prek me dorë shëndritin, Greta bështyn në surrat atë Joela prek sendet personale që merr arushin dhe e hedh në pishim. Që do? Kapi qëroj. 1, 2, 3, qëroj. Zar fizi. Për qa është zar fizi? E di qa është bërë zar fizi? është bërë si dekor. është bërë si, le themi, si një kot palidhje. Kot palidhje. Nuk është me ai zar fizi që ka qenë më përpara, vlla. Unë kam thënë shumë herë që bëshin emisione, bëshin emisione, ajo Bjeta Sulo, rrite i dilte shkum nga goja duke komentuar zar fizi kur ishte njërëm një kohë. Shqipëria Live njërëm një kohë, edhe ajo u shkum nga goja deri sa të ditë rezultati zar fizi. Ajo Elona Duro me Ronaldo që janë këta në radio, ku bëshin krijosh hapësirë televizive ose radio televizive apo ku di unë që janë këto hapësirat kështu që i përkushtosh zar fizi. Hynë e del, shur e del loz, zar fizi. Që zar fizi më shpirt. Para 1 muajve keni prur zarf, keni thënë sendet personale nuk preken. Nuk preken. Hidhet boli në ata se boli është më vip se sa ata aty, është bërë personal se sa ata aty. Hidhet pishin, boli është një send personal i Mateos dhe i Brikenës. Pse du ta marrësh se ku me të fut durt në dollap për shkakun, gjërat tua personale. Ajo tjetra ja bën asaj tjetrës. Turp. Si një herë një kohë gratë. Kur zjeshin gratë pështyn një tjetra. E njëjta gjë. Se janë dhe çupat e reja, nuk janë gratë që motit. Janë çupat e reja. E kuptoni sa turp është turp të njerëz. Hajde futi në shtëpi për shkakun, ta marrësh në një anë. Ai tjetri vetë bie pre provokimit të shëndritit, i bie me dorë e prek me dorë. Tani nëse edhe unë nuk është se po du të dalë të mbroj Markon, po nëse është e dënueshme Markës duhet të jetë dhe Selinës. Se dhe Selina ka qelluar Rogertin te kafja me Livian, te ajo ku bën kafet atë te Ekspresi, ka qelluar Rogertin. Selina ka qelluar Rogertin. Nëse është dhe për Markon, patjetër duhet të jetë për atë. Jo cat njerëz e cat njerëz. A duhet toleruar kjo që bëri Marko? Fare, absolutisht. O vlla, ata që prekin me dorë për mua duhet të ikin jashtë. Duhet të ikin jashtë. Vetë aty ku që nuk ka ndodhur kjo prekja me dorë, këto kërcënimet, o do rri X-i, o do rri unë. Kaq, 2 gjëra. Ec vlla. Ec, jo po zgjodh publik. Publiku, po hamë se din publiku. Mirë vlla, faleminderit, miru pafshim, ik. Çfarë është ky muhabet? Mbaj dhunus brenda, mbaj diskriminues, mbaj shantas, mbaj kërcënues. Po njëra e po tjetra. Turp të vi, turp, martë mu t'i shalt. Si zarba. Në nëzot shkum nga goja.